ardhur sot edhe me kërkesë të zonës të zyrës rajonale të Shkodrës për të inspektuar disa ambiente, për arsye sepse kjo zonë është një zonë e cilës i mungojnë ambientet për zhvillimin e futbollit amator. Në fokusin e Federatës Shqiptare të Futbollit ka qenë gjithmonë zhvillimi i infrastrukturës sportive, që është një nga treguesit dhe zhvillimit të këtij sporti. Ne si federat kemi lançuar dhe po vazhdojmë projektin e 100 fushave dhe në kuadrin e këtij projekti kemi ardhur në bashkëpunim me shoqatën rajonale të Shkodrës, kemi ardhur dhe kemi inspektuar disa fusha si kompleksin Zmijani, fushën e Piraniqi dhe 2-3 fusha tjera, të cilët ishin ambiente të cilët ne mundet t'i rikonstruojmë ose t'i bëjmë të reja për të krijuar mundësinë që të futbollistët amator edhe fëmijët këtu të lozin të kenë ambiente për të trajnuar dhe për të zhvilluar këtë sport kaq të bukur. Për lidhje me këtë, ne kemi pak a shumë kemi mbyllur një marrëveshje për kompleksin Zmijani me Bashkinë e Shkodrës, e cila do të investojë në masën 50/50 dhe presin vetëm që të na sillet vendimi i Këshillit Bashkiak që miraton marrëveshjen me federatën. Dhe federata është e gatshme për të filluar punimet. Të tjerat, shpresojmë që brenda këtyre 10-15 ditëve ne të përfundojmë projektet dhe pastaj në mbledhjen e ardhshme të komitetit ekzekutiv ne do t'i fusim në mënyrë që të miratojmë financimin e këtyre fushave, të cilat janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e futbollit në këtë zonë. Zona Shkodrës, zona Veriut duket shumë futbolldarse, një numër i konsiderueshëm futbollistësh nxjerr kjo zonë, por problem gjithmonë kanë qenë terrenet sportive. Sa shanse ka që këto projekte të realizohen? Kjo kërkon dhe një ndërgjegjësim të komunitetit, një ndërgjegjësim dhe të pushtetit lokal dhe të pushtetit qendror. Federata e ka shtrirë dorën çdo akademie, çdo klubi, çdo bashkie, edhe qeverisë që të bëjmë sa më shumë fusha. Inventari i fushave në Shqipëri me të vërtetë është i vogël. Ne sot jemi në kushtet që kemi një fushë për 20.000 banorë, ku ndërkohë vendet të zhvilluar si Anglia apo Gjermania e kanë 1 me 1.500 apo 1 me 2.000. Çka tregon që ne jemi shumë brapa me infrastrukturën. Prandaj duhet dhe qeveria dhe gjithë aktorët e tjerë të jenë të gatshëm. Federata i ka zgjatur dorën që ne si federat arrim në bashkëpunim me UEFA që 50% të gjithë investimeve t'i mbulojë federata. Pjesën tjetër duhet natyrisht që duhet ta mbulojnë edhe faktorët lokal, bashkitë apo qeveria apo klubet. Dhe kemi pasur përvoje shumë mira bashkëpunimi me bashki të ndryshme, shpresojmë që edhe këtu do të kemi një formë shumë të mirë bashkëpunimi dhe do të shpresojmë që do të kemi sa më shumë fusha të reja që do të shërbejnë futbollit. Pra, me kjo që po thoni, federata është e gatshme të investojë edhe në fushën e Bushatit, Bërdicës, po. Akademia e Shkodrës dhe tjera, por thjesht të jenë të përgjithshme për të përmbushur kushtin 50%, sepse aq është dhe projekti që kemi aplikuar në UEFA dhe UEFA kërkon që jo vetëm federata, por dhe faktorët e tjerë të jenë të interesuar të investuar në fushën e futbollit.